Dhjetra banor të qytetit të Durrësit, banesat e të cilëve parashikohen të shemben nga projekti TID, protestuan këtë të premte përpara Bashkisë së Durrësit, ndërsa paralelisht zhvilloi mbledhja e Këshillit Bashkiak me pankarta në duar dhe thirrje kundër qeverisë. Protestuesit kërkuan anulimin e projektit, duke argumentuar se Këshilli Bashkiak ka kompetencat ligjore për ta bërë një gjë të tillë, pasi vetë administrata e bashkisë ka evidentuar problematika lidhur me zbatimin e tij. Banorët ju referuan edhe një raporti të UNESCO-s, duke theksuar se Durrësi përfshihet mes qyteteve me vlera të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Ata kujtuan se objektet që do të shemben ndodhen në zonën historike pranë amfiteatrit të Durrësit. Jeni ju totalisht përgjegjës. Vendimi është marrë pa u konsultuar me banorën. Prandaj kërkesa është të anullohet vendimi, kanë trashëguar brez pas brezi prona caktuara. Disa prej tyre dhe i kanë blerë. E imagjinoni çfarë stresi është mendosh që do të shkatrojnë shtëpinë. Raporti për amfiteatrin e Durrësit thekson se thelbi dhe detyrimi i brezit ton duhet të jetë ruajtja dhe mbrojtja dhe jo zhvillimi dhe shfrytëzimi. Sot raporti UNESCO-s i është dërguar UNESCO-s, institucioneve shkrimtare të saj, si dhe shteteve palë, përfshi qeverinë shqiptare. Tu po bëhet një masakër e madhe, jo thjesht urbane, por njerëzore dhe historike. Njerëzit sot këtu janë pikërisht për t'i kujtuar këtij Këshilli Bashkiak. Pezulloni projekti tashmosh i dëshmuar me probleme, pas takimit dhe që bëm me kryeministrin, kjo administrat ka bërë tashmë një hap mbrapa duke konstatuar që ka gabime të rënda në pronësi, në lista pronësie, në lista projekti. Aktualisht, projekti TID është pezulluar nga institucionet, ndërsa po kryen verifikime të detajuara për secilin objekt të përfshirë në projekt. Protestuesit theksuan se kundërshtimi i tyre nuk lidhet me vlerën e shpronësimit, por me faktin se janë kategorikisht kundër prishjes së banesave dhe objekteve të tyre.